Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. 50% e tarifave doganore në Maqedoninë e Veriut do të harmonizohen në tarifën doganore europiane duke filluar nga 1 korriku i këtij vitit, ndërsa pjesa tjetër nga 1 janari vitit të ardhshëm. Sipas kryeministrit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Istria Mickoski, ndryshimet në ligjin doganor do të ofrojnë prodhuesve një mundësi për të rritur prodhimin e tyre duke rezultuar në eksporte më të mëdha dhe të ardhura më të mëdha për kompanitë. Ai vuri në dukje se këto ndryshime harmonizojnë edhe tarifën doganore për të ashtu quajturën akumulatorët e energjisë elektrike nga 15% që është aktualisht në 2.5 ose 2.7%. Kjo pritet të lehtësojë dhe instalimin e të tilla pajisjeve. Procedura për emërimin e ministrave të rinj në qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut duhet të përfundojë javën e ardhshme. Kryeministri njoftoi se në gjysmën e parë të korrikut do të dihet kandidati për kryetari i qytetit të Shkupit nga radhët e VMRO-DPMNE-s. Istria Mickoski kishte edhe një koment për Erbent Aravarin. Ai vetë tregoi mjaftueshëm për veten e tij. Gjithçka do të them është e tepërt, mendos ai në vetvete është një zhgënjim i madh, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istria Mickoski. Rajoni. Dështonte tentativa 25 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Përpjekja e lëvizjeve vendosje për krijimin e një komisioni ad hoc për votim të fshehtë sërish nuk funksionoi. Kryesuesi i seancës Avni Deari kërkoi nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lista Serbe që të bëjnë propozimet e kandidatëve të tyre për komision, por këto parti nuk pranuan dhe nuk morën pjesë në votim. Seanca do të vazhdojë më 4 qershor. Vetëvendosja është e vendosur për kërkuar votim të fshehtë për kreun e Kuvendit të Kosovës. Deputeti Arbreshe Kryeziu tha se nuk beson se kanë vepruar jashtëligjshëm. Pra për 17 herë radhazi, partitë e opozitës refuzojnë të marrin pjesë në votim me arsyetimin që problemi është tek Albulena Haxhiu, tek emri i cili është propozuar nga lëvizja vetëvendosje, ndërkohë që po të kishte qenë ky problemi, ata do ta kishin bërë të mundur, pra do të kishin bërë shumë mirë nëse do ta votonin komisionin për mundësimin e votimit të fshehtë, dhe ndërkohë që me procedurën e votimit të fshehtë do të mund ta shfrytëzonin të drejtën për të mos votuar pro kandidates që është propozuar nga lëvizja vetëvendosje, pra nga partia fituese e zgjedhjeve të Nënshkutit. Sipas ai, shumica është në pritje të përgjigjes nga gjykata kushtetuese. E propozuara e vetëvendosjes për kryetar të Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, kritikoi opozitën për mos miratimin e kandidaturës së saj. Ajo tha se nuk e di sepse kundërshtohet nga opozita. Opozita me një inat, do të thoja, iracional, ka vendosur që të mos marrë pjesë në votim, duke vepruar kështu në shpërputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, të cilin e kemi përmendur, por për cilin edhe ju jeni në dieni. Deputetja e PDK-s Vlora Çitaku i bëri seri shtirje vetëvendosjes dhe partnerëve të saj të reflektojnë mbi ngërshin politik të shkaktuar. Kuvendi dhe institucionet kanë mbetur të bllokuara dhe përmbajnë peng si shkak i kryenërisë së një personi. Kosova është më e madhe se sa një emër i përveçëm, tha deputetja e partisë më të madhe opozitare në vend. Lidhja Demokratike e Kosovës sqaroi edhe një herë pozitën e saj për bllokimin e punës për konstituimin e Kuvendit. Deputeti Lutfi Aziri tha se qëndrimi i kësaj partie nuk ka të bëjë me emrin e kandidates së vetëvendosjes Albulena Haxhiu për kryetare të Kuvendit. Ka të bëjë me emrin përveçëm. Është e drejtë e fituar, partia parë ka fituar, ne ta propozon që ato që don me propozuar. Po nuk ka të bëjë me neve, nuk ka marrëveshje, me vetë faktin që s'ki marrëveshje politike për qeveri e mon arsyetimin të bllokimit i Kuvendit. Nëse i do të zonja Haxhiu arsyetim për shkak që nuk po mund me ndërtu qeverinë, është problemi i tyre, nuk është problemi joni. Por për ne emri përveçëm është çështje që partia parë ka fituar, ka propozu, le të punojnë tash, ashtu si që kanë propozu, duhet me zgjedh, do të punu me zgjedh njerin. Ministri i Detyrës i Kosovës Faton Peci pranon se vetëvendosja e shen nismën si partner në qeverisje. Ai konfirmoi se ka patur dhe takime me Fatmir Limajin rreth 3 ditë më parë. Dhe çështja është që për negociatat me nismën social-demokrate dhe me zotin Lima, do të thotë negociatat e zhvilluan këtë rast lëvizja vetëvendosje dhe kryeministri Albin Kurti ose dikush nga pjesa e ekipës që potencialisht mund me u delegu. Dhe takime ka pas para dikon 2-3 ditësh, nuk e di çfarë niveli është realizuar, por ka pas aktor vetëvendosës që e kanë konflikt. I pyetur sepse nuk e ndrojnë emrin për kryetare të Kuvendit Albulena Haxhiu, Peci deklaron se synimi është respektimi i kushtetutës. Fundi i botës nuk është në radhë parë që do të thotë deputet me respektu vendimin e gjykatës kushtetuese që duhet me marrë pjesë edhe me kontribu konstituimit të Kuvendit.
Rriten remitancat në Kosovë. Sipas të dhënave të ofruara nga Banka Qendrore e Kosovës në muajt e parë 2025, ka një rritje prej rreth 3.65% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Remitancat për muajin prill 2025 arritën në 111.66 milion euro, duke çuar totalin e 4 mujorit të parë 402.93 milion euro. Deri në fund të marsit të këtij viti, vlera e përgjithshme e remitancave arriti në 291 milion euro. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Një ditë përpara provimit të parë të maturës shtetërore, Ministri i Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manasteliu, publikoi rregullat që duhet të ketë në konsiderat çdo maturant gjatë testimeve të maturës shtetërore. Gjua e huaj është provimi i parë i maturës. Prej maturantëve kërkohet paraqitjen në ambientet e shkollës në orën 8:30. Provimi nis në orën 10 dhe përfundon në 12:30. Me vete maturantët duhet të kenë një mjet identifikimi, 2 stilolapsa vizore të vogël dhe makinë llogaritse të thjeshtë. Krahas asaj kërkohet që veshja të jetë me uniformën e shkollës. Në mungesë të saj duhet të kenë bluzë dhe xhinse si dhe një shishe me ujë. Ndalojnë rreptësisht telefonat dhe orët smart. Sali Berisha paraqitet në SPAK në zbatim të masës detyrime paraqitje. Në dalje nga zyra e prokurorisë speciale, kryetari i Partisë Demokratike akuzoi kreun e SPAK Altin Dumani. I lash këtë shënim me mbajtjen për 22 ditë të fletarrestit të gjykatës për bost e kartelit më të madh në Europë të drogës, karteli Troplini. Altin Dumani do regjistrohet si bashkëpunëtor kryesor i këtij karteli dhe do të ndryshojë mbiemrin e tij nga Dumani në Altin Troplini. Sipas Berishës, kjo zyrë do të shpallet seksioni i kartelit Troplini, më të fuqishëm të drogës në Europë. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani thotë se qeveria është e hapur për të adresuar zgjidhjet e çështjeve të pasgjidhura dypalçe me Greqinë. Në intervistë për median greke Tanea, ministri Hasani tha se janë të gatshëm të diskutojnë zgjidhje të drejta e të qëndrueshme për të dy vendet, teksa shtoi se është e mundur që të adresohen të gjitha çështjet përkatëse në përputhje me normat ndërkombëtare. Ne marrim pjesë në këto diskutime me respekt të ndërsjellët me qëllim arritjen e zgjidhjeve të drejta dhe të qëndrueshme që pasqyrojnë interesin ton të përbashkët, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe stabilitetin rajonal nëpërmjet dialogut të vazhdueshëm dhe bashkëpunimit konstruktiv, deklaroi ministri Hasani. Bota. Në vend të bisedimeve të pritura për paqe, konflikti në Ukrainë hyn në një përshkallëzim dramatik ku akmarrja bërthamore ndaj saj nuk është më thjesht një hipotezë teorike. Inteligjenca e Kievit fillimisht shkatroi skuadrat e bombarduesve strategjik, një nga elementet kyç të arsenalit bërthamor të Moskës. 10 avion me rrezet të gjatë veprimit të destinuara për të mbajtur raketat apokaliptike janë nxjerrë jashtë funksionit nga një tuftë dronësh që deportua në zemër të Rusisë. Edhe një bazë nëndetësh bërthamore të pajisura me raketa balistike ndërkontinentale janë sulmuar dhe të paktën një nga nëndetëset dyshohet se është dëmtuar. Goditja shmangu të gjitha aparatet e sigurisë së Kremlinit duke futur 10 kamion me lëshues dronësh mijëra kilometra larg kufirit. Sulmet ndodhen edhe në Siberi dhe në kufi me Arktikun. Gjysma e 80 avionëve të aftë për të kryer këto misione janë djegur dhe për t'i zëvendësuar ato do të nevojiten të paktën 5 vjet dhe mes 4 deri në 7 miliard euro. Është Pearl Harbor i hyn, shkruan Roman Alekin, një nga blogërët ushtarak më të ndjekur në Rusi. Antarët e Aleancës Perëndimore NATO duhet të përgatiten për një sulm të mundshëm nga Rusia brenda 4 viteve të ardhshme. Apeli vjen nga shefi i mbrojtjes së Gjermanisë. Generali Karsten Breuer i tha BBC se Rusia po prodhonte qindra tanke në vit, shumë prej të cilave mund të përdoren për një sulm ndaj shteteve anëtare të NATO-s në Baltik deri në vitin 2029 ose edhe më herët. Ai gjithashtu këmbguli që NATO, organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut, të mbetet e bashkuar mbi luftën në Ukrainë, pavarësisht dallimeve në opinione të shprehura së fundmi nga Hungaria dhe Slovakia. Generali Breuer foli në prag të një samiti për mbrojtjen mbajtur në Singapur, raporton BBC. Karol Nawrocki, kandidati sovranist pro-rus, fitoi ngushtë me 50.89% të votave ndaj rivalit të tij liberal, Trzaskowski, i cili mori 49.11% të votave në raundin e dytë presidencialeve në Poloni. Gara tensionuar pasqyroi ndarjen e thellë politike me zonave urbane pro-liberale dhe fshatrave që mbështesin nacionalistët. Nawrocki me mbështetjen e presidentit amerikan Donald Trump pritet të orientojë vendin drejt politikave më konservatorëve dhe sovraniste, duke vështirësuar agjendën reformuese të kryeministrit Donald Tusk, i cili mund të humbasë fuqinë për shkak të votave të presidentit të ri ndaj ligjeve parlamentare dhe përballë një opozite gjithnjë më të fortë nga partia PIS. Sulm terrorist në Colorado, të paktën 8 persona janë plagosur për fshirjen e një e moshuar 88 vjeçare që është mbijetuese e Holokaustit pas një sulmi të dhunshëm
në një aktivitet paqësor në Boulder të Colorados. Ngjarja ndodhi të dielën në orën 13:26 me orë lokale gjatë një marshimi të mbajtur në Run for Their Lives. Përmes tij synoi të rritë ndërgjegjësimi për pengjet izraelite në Gaza. Sipas policisë, agresori, një 45 vjeçar me shtetësi egjiptiane, përdori një flak hedhës të improvisuar dhe koktej molotovi për të sulmuar turmën. Ai dyshohet se bërtiti Palestina e lirë gjatë sulmit. Autoritetet federale po hetojnë ngjarjen si një akt terrorizmi të qëllimshëm dhe të motivuar ideologjikisht. 8 të plagosurit, 4 burra dhe 4 gratë të moshës 52 deri në 88 vjeç janë dërguar në spitalet e zonës me djegje dhe plagë të tjera dhe të paktën një prej tyre është në gjendje kritike. Byroja Federale e Hetimeve ka nisur një operacion në kuadër të hetimeve për këtë sulm, duke e trajtuar atë si një çështje të sigurisë kombëtare. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.